shpresojmë që Prokuroria e Përgjithshme sipas afateve që ka përcaktuar ligji të fillojë sa më shpejt hetimin dhe verifikimin lidhur me rastin e deputetit Flamur Noka. Në formularin e vetdeklarimit nuk ka deklaruar të dhëna të rëndësishme që lidhen me ndalimin, vendosjen e masës sigurisë dhe sigurisht dëbimin nga një shtet i huaj. Bëhet fjalë për një dëbim nga Jugoslavia e atëhershme, të fillojë me njëherë verifikimin dhe hetimin kryesisht. Kjo është një procedurë që ne do ta ndjekim dhe për disa raste tjera, deputet apo përfaqësues të qeverisë vendore, përfaqësues Partisë Demokratike, rreth të cileve kemi mbledhur informacion shumë të nevojshëm për të kompletuar dosjen e kërkesës që do t'i paraqitet prokurorisë. Në rastin më flagrant i deputetit Sali Ram Berisha, i cili në formularin e vetdeklarimit, në pikën 2 të formularit vetdeklarimit, ka fshehur një generalitet të përdorur në pjesën më të madhe të jetës së tij, bëhet fjalë për datëlindjen. Deri në vitin 2009, zotëria në fjalë ka mbajtur generalitetin datëlindja 1 korrik 1944. Ndërkohë që pas 2009-s mban një generalitet tjetër 15 tetor 1944. Nga verifikimi që kemi bërë në zyrën e gjendjes civile të njësisë numër 2 në Tiranë, është paraqitur një oficer sigurie i shoqërimit të Sali Berishës me pasaportën diplomatike të Sali Berishës dhe i është imponuar punojëses zyrës gjendje civile, i ka thënë që njëtën datë që është në pasaport duhet ndryshosh edhe në regjistrin e gjendjes civile.